Se jemi hileqarë në Shaban? Nga natyra, ne jemi rritur, ne jemi në një sistem, u rritëm në një sistem tjetër. Në atë sistem, po të mos ishe hileqar, do ishe i drejt për drejt në punë. Edhe do vunje shumë. Edhe i mësoj jeta që t'jen hileqar. Ky drejti, di sa pension merr? Sa i doli? Sa i doli? 122.000. 20 vjetë punë. Edhe punë shteti. Po ati hileqarit? Ati ka dalë 3-400. Ti vetë ke bërë ndonjëherë hile? Jo, jam munduar që t'jem, nuk e kam, po nuk ditet gënjesh, nuk mund për shkile. I gëzuar me të mirat. Po unë thash, do t'i plotësoj dëshirat që deri në fund. Faleminderit. Për këtë e ngrehet. Për ju që keni ardhur. Këtu. Për miqësin. Mirë, po unë ta ngre për Eglin me që më njohë me të. Faleminderit. Rrofshi. Ju rrofshit. Çfarë raki është kjo? Kjo është raki rrofshi. Cila ka qenë faza më e vështirë për ty e jetës? Vdes babaj, në moshën 11 vjeç, unë kam qenë në klasë 4. Pastaj ngeli dhe vllai dhe motra dhe unë. Në atë kohë nuk ishim në i farë më shteti, kështu, se... Në çfarë viti bëhet fjalë 11 vjeç? 60. Në 60. Si ishte 60 këtu në Karabastan? E pe shumë të bukur sot, Po. po shtëpia më e bukur ka qenë me kallemat, lyer me dhe me balë nga jashtë dhe të mbuluar me kashtë. Ka qenë gjithsej në Karabastan 3 shtëpi të mbuluara me tegulla. Ti 11 vjeç, vitet 60, babai nga se vdiq? Ceroz në Mulqi. Ceroz në Mulqi. Ceroz në Mulqi. Pinte apo Jo, fare? ka qenë punëtor. Thoshim ata që i njihnin. Patjetër, po. Vitin e parë, mbasi iku babai, nuk e ndihem shumë, sepse kishte lënë diçka, kurse më pasaj e ndihem. E ndihem se që edhe shkputje nga Bashkimi Sovjetik, që nuk ishe bukë të hanjen atë kohë. Si e ndjeve? Më thuaj një ditë për shumë që ti e mban mend. Unë nuk ishe bukë të hanje. Dhe më i thot asaj nusës Gjajës, i thot njeri këtu një Hasan Buzi, do vete në fjerë, thot, tek një mik i Joni, një Kosovar që kisha ardhë nga Kosova këtu, po iku në Hamil të fjerit, një Farasim Sula, edhe do vete të marrë misër, tha, të Rasimi, tha. Kadane kanë quajtur plakën e madhe, tha, po pastaj, tha. Ma jep qoni, tha, të marri, tha, dhe ai një 10 kile misër, tha. Unë ishe 11 vjeç në të kohë. 11 vjetë, kam vajtur në Kam në Hamil të fjerit, dhe kam ardhur në Kam. Se mjeti më i shpejt këtu ka qenë i karroc kali, një farmarin Damalja. Sa orë të dashur? Një ditë. Në Kam. E ke bërë në Kam një ditë? Po, me edhe me misër punisë. Edhe kur kam ardhur nga fjeri, nuk kam marrë 11 kile. Kam marrë 19 kile. Kishe fut dhe një bukë ajo e shoqe Rasimit brenda, të bërë gati, të mbledhur me një napë dhe e kishe futur në misit dhe i qik djath. Kishe një palo pinga lastiku, jo këpuc, se i kishem për mik ato pingat e lastiku. I marë ato, i kam lidhur, e hodha një para një mbrapa, thesin kurrist, dhe në përbaltët, në përkënetet, kam dali, thoshim, Gryke Sokakut Kosovaret këtu me. Diri atje u dërzova pësaj, diri atje të Gryke Sokakut, se kështë një ditë qecja. Në fjerë, kaluam lumin e Semarit, në Kam. Erdhëm shpi, më thot mua më prit këtu, thot e Hasani, se do vita marun misri, tha. Po, dhe një qik edhe nuk e mendova se do në vinde me, sepse dhe aji ishte i qik i madh, edhe shumë i lodhur. Nisem në Kam, më del për para, i më merë, pasaj më shoqëron deri këtu në shtëpi, po të këtu në shtëpi, për shumë nuk mund të vinje kështu drejt si që erdhët ju, se ka qenë një shtrat lumi këtu. Në shtëpi kishit vetëm ato misër? Vetëm ato misër. 19 kile misër, po nuk do t'i hanje bukë ato. Po si do t'i bëj? Do t'i bëjnje me lakra.
Si me lakra? Me hisu. Me hisu, me sende të tjera, me presha, me gjëra kështu. Edhe t'i bëj t'i gatonj atë mielli me pak miell. Edhe e pikjen në qerep se s'kishe furrë me to. Si të bësh pispili, si të bësh... Po. Këto misrat që more, 19 kg, me çaj pagova? Kishim i qik lek. Nga babai që u kishte lënë? Po, kishim i qik lek. Bile aji mua nuk mi mori lek të aji. Nuk ti mori lek? Aji miku nuk mi mori lek, Rasimi. Tha, jo kanë falur juve, tha. Nuk unë ndjeva mirë, po jeta ishte shumë e vështirë, në atë kohë për me. Tha shumë, jo marë, tha shumë se më ka thënë, tha shumë, nëna lekti, tha shumë. Jo, tha, nuk t'i marë, tha. Me sa lek kishe me vete, kur rëndisa? Kishem 3.000 lek. 3.000 lek? 3.000 lek kishem të. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.